vështirë dikush me arriti për kraje për dytretave që është një partije. Deri tash kemi pas krejt partijak. Po, e kemi pas sepse kanë qenë pjesë e koalicioneve. Asnjë prej partitë kanë qenë ato me fuqi politike. Mendimi jem nuk është absolut. Nuk është mendimi absolut, po çështu po mendojnë këta kur presidentën kanë me bë. Ta të ndërlidhëm me... S'kan me bo, president. Jo, qështu jo. Ka më reciklu situatë, si pas mendimit shkojnë prapë zgjedhje, po? Zgjedhje, po. Zgjedhje? Po. Edhe zgjedhje shkojnë përsëri? Përsëri. Nuk mund është të duhet më ullë me bisedu njerë. Jo me që letra, më ullë me bisedu shumë seriozisht me bisedu këtë çështje. Cilat janë të mirat edhe cilat janë dobësitë e Kosovës. A di çka në kupton për shembull, kemi shkuar në zgjedhje në mënyrë kumulative, gati për një vit kemi humbur 1 miliard vetëm në aspektin financiar nga Bashkia Evropiane që kemi pasur më. A kupton? Ke humb edhe performancë, ke humb edhe, domethënë, elementin e një shteti i cili s'po mundesh mu stabilizu absolutisht. A dini që për shembull një përfaqësues i jashtëm vjen me taku kryeministrin sot në detyrë, nuk e takon zyre për shkak se është në detyrë. Nuk e konsideron kryeministrin në zyrë takohen gjithë. Jo, nuk takohen. Përpara sa kanë qenë masat. Sa kanë qenë masat, ju kanë ikë zyre. Tash e shkon kjo farpunë. Domethënë, kështu që këto zgjedhje nuk kanë qenë nevojshme për ndodhen dhe nëse nuk ulin ata me bisedu ashtu si duhet, edhe me disa interesa politike dhe personale me hek nga koka edhe me ngrit interesat kombëtare, shtetërore, atëherë kemi pas shumë probleme dhe me riciklu situatat e cila për mua nuk është